Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e biskotave të Bajramit në formë dele. Përgatitja e thjeshtë, mund t'i përgatisin dhe fillestarët, shumë të bukura dhe të shijshme. Besoj se kanë ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtyre biskotave në formë qengje. Përgatitja është shumë e thjeshtë, bëhen shumë të mira, ideale për ditën e Bajramit që t'i servoni. Unë jam duke I përgatitur me margaren, kam 250 gram me margaren, cili ka qëndru në ambient dhome dikon për 5-6 orë. Mund t'i përgatisni dhe me puter në barët. Shtojna 100 gram me sheqer pluhur, 2 të verdha të vezës, dhe shtoj miell. Miell gjithsej të shtojmë dikon rreth 350 gram, mirë po nuk do e shtojmë të tërin për një herë, mosën fillojna direkt ta punojna me dorë. Kështu. Shtoj miell, punoj, derisa ta fitojmë trashësinë e duhur, dikon rreth 350 gram, mirë po asnjëherë nuk dihet fikse. Nuk duhet pluhur për pjekje, si që vërejni përgatitja shumë e thjeshtë. Kështu e punoj mirë, kur t'largohet brumi nga dora, atëherë trashësia është e mjaftueshme. Shtoj përsëri miell. Ka filluar vetëm se trashësia e brumit, mirë po duhet ende miell. Tash hedhim me përmasa dhe më të vogla. Shtoj kështu dhe e ngjeshim. Pra duhet që plotësisht largohet brumi nga dora, atëherë trashësia është mjaftueshme. Tash e ngjeshim, nëse ka nevojë përsëri hedhim miell. Kam punu brumin, derisa është largu plotësisht nga dora. Tash e ndojna brumin në 2 pjesë, secilës pjesë ja japim formën, kështu sa të mundemi të rrumbullakët të lëmuar pak. I vendosim në një enë dhe pjesës tjetër. Mjaftueshëm është. I mbulojmë dhe e lojmë në frigorifer që të qëndrojë brumi për 1 orë. Kam larguar brumin nga frigoriferi, nuk ka qenë në ngrirje, ka qenë tek vllati. Largojmë njërin kulaç. Tash marrim 2 letra për pjekje. Njërën shtrojmë në pjesën e poshtme, vendosim brumin dhe kështu me duar brumin e zgjerojmë në sipërfaqe, vetëm se pak, jo dhe shumë. Vendosim pjesën tjetër të letrës dhe me anë të shkopit bëjmë hapje. Kështu. Hapim brumin dikon në trashësi rreth gjysmë centimetër. Në fillim duket se shkon pak me vështirë, mirë po do ja hedhni, vetëm edhe pak më pas shumë lehtë bëjmë hapje. Nuk guxoni që direkt shkopin përgatim ta vendosni tek brumi, patjetër duhet të ketë lehtë për pjekje. Ne rrokollisni kështu. Brumin her nga njëra anë, her nga tjetra. Ndohem t'ja jap trashësinë e njëjtë nga gjithë anët brumit. Kam hapur,
brumin në trashësinë e dëshiruar. Vëreni dhe vetë si trashësia si është, ja largojna pjesën tjetër të letrës dhe mori formën e kanë një formë dele. Pas jam duke përgatitur këto biskota për festën e Kurban Bayramit, do i bëj në formë të delës, ti përshtatët taman temës së kurbanit. Bëjmë prerjen kështu, në gjithë sipërfaqen. Ja pra, si ka dalë forma e delës, tash i vendosim në tepsinë për pjekje. Në tepsinë kam shtru letër. Më mirë do e kemi në këtë mënyrë veprani, nuk do ju bëhet e pjesë tepsina. Tash e largojna brumin ka forë, kështu. Lajmë vetëm se format e biskotave me dele. Përsërijem letën brumin, kështu. Japim formën rrethore dhe të tërë brumin përsëri do japim formën e deleve. Kështu me një shpakëll, me shumë kujdes i vendosim në tepsinë, ku do bëjmë pjekjen e biskotave. Nduhem që të gjithave t'ja jap trashësinë e njëjtë. Me shumë kujdes i largojmë nga letra. Shpakulla ndihmon shumë. Vendosim letrën, përsëri bëjmë hapje në trashësinë e njëjtë. Këtë mënyrë do veproj derisa ta bëj gjithë brumin dhe pjesën tjetër të brumit, do të harxoj këtë pjesë, do të bëj me pjesën tjetër. Kështu vazhdojna tutje. Kam përfunduar tepsinë e parë, në mënyrë të njëjtë do përgatis dhe tepsinë e dytë. Tash do e fus në pjekje, kam nxjerr fornën në 150 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki për 6 ose 7 minuta. I kam largu nga forna, në mënyrë të njëjtë do bëj pjekjen dhe të biskotave tjera. Kam pjek për 9 minuta, zakonisht varet nga forna. Duhet që ti kontrolloni gjatë pjekjes. Tash sipër do i dekoroj një pjesë me çokoladë të bardhë. Kam shkri dhe kam hedhur në shiringë. Shtoj pak tek secila. Kështu në këtë mënyrë të gjitha i dekoroj me çokoladë të bardhë.
Sipër çokoladës ju hedhi kokos. Ta marrin tamam pamjen e një dele. Tamam t'i përshtatemi festës së Kurban Bajramit. Shishme, bukura për syrin, ideale që t'ju bëni surprizë fëmijëve për ditën e Bajramit. Ta shilojmë kështu që të ftohet çokolada dikon për 10 ose 15 minuta. Hedhim kokos tek pjesët e ngelura. Marrim një stilolaps apo stafat i cili është për ushqim dhe fillojmë sa më shumë që ta theksojmë formën e delës. Kështu. Tek secila mundohem të bëj kështu viza, e vëreni dhe vetë sa bukur del, secila biskut. Në mënyrën e njëjtë bëjmë vizatimin e të gjithave. Tash marrim dhe i kthejmë nga ana tjetër, kështu, që përsëri t'i hedhim çokoladë. Mirë po në mes të i hedh çokoladë kakao. Kështu i kthej të gjitha. Tash hedhim çokoladë kështu, kakao të shkrirë. Tash ju vendosim sipër pjesën tjetër, kështu, dhe bëjmë bashkimin e biskotave. Vëreni dhe vetë se tamam është formuar një dele, vërtet shumë të bukura. Mundohem që t'i përputhi mirë njëra me tjetrën. Tash përsëri do i do të qëndroj për 4-5 minuta që të bëhet ngjitja mirë. Dhe biskotat janë gati për servim. Vërtet kanë dalë shumë bukur. Servojmë kështu në mënyrën më të mirë. Dhe biskotat e Bajramit janë gati për konsumim. Ta ndajmë një në mes dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë biskota për Bajram në formë dele, t'i surprizoni fëmijët, t'i gëzoni ato, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës. Urime festa e Kurban Bajramit.